Rikthimi në Shkodër, kardinali shqiptar eminenca e tij Ernest Simoni Troshani e shfrytëzoi për të kremtuar meshën e shenjtë në katedralen e Shën Shtjefnit në Shkodër. Gjatë fjalës së tij përpara besimtarëve, ai u ndal tek fenomenet tunduese që po prekin sot shoqëritë, duke larguar njerëzit nga besimi. Ka i vlen njeriu, po fitoj tantë mirë të bos, pasunitë e bos, laudë e bos, po humb shpirtin. A jo në kish, ashtë me fitu dritën që s'marën kur e këtë dritë a vetëm Krishti. Ashtë do ditë me i bunë vetit të tyren se me dasht e me shërbyt ma Zotë. Por vëllezër e motra jetojmë në ditë e fillimit antikristit. Materializmi, modernizmi, pasunia, homët e tjera që janë kundërshtim me listë të Zotit, kanë mund rajt tepër të porta në zamën e shëmbullë. Eminenca e tij kërkoi që rinia të tregohet e kujdesshme me ndërtimin e marrëdhënieve, duke bërë apel për të mos ndjekur rrugën e bashkëjetesës pakuror, që sipas tij po e dëmton familjen. Të vëmë kufi mëkatit, le të shkputemi për çdo formave të seksit, immoralitetit, të mëkatit, të shtisë, shetnem konon shajteve, konnivenca, çamër kjo bashkëjetesë. Ama zgjim, pse po thu, e thot Krishti, në asë që syni ka me dorë shtimkat, hiqë syni të shkputi kam të durët. Asë i hakmarre vetëm mëshirë, falje e lutje. Atëherë keni me një fjallë amën Krishtit. Një mesazh kishte edhe për shqiptarët, kudo ata janë, që të punojnë e të kontribuojnë për kombin. Krishti musht me hire, shtet pasni paqë këti të gjithëve e bekimit ma Zot në gjithë popullin shqiptar. Thonë janë 1 milion, jena 10 milion shqiptarë. Prandaj të naltojmë edhe kombin. Lutjet tonë të jenë lavdit ma Zot, për hyrjet ma Zot. Në ndihmu njëri tjetrin me gjitha forcat që të bajnë flamurin e padekshmërisë, e të begatisë, me Krishtin e me ditën e Krishtit, me isë përpara në pamatën parrinjës. Në përfundim të meshës së shenjtë, kardinali Ernest Simoni Troshani drejtoi lutjen e egzorcizmit, duke ftuar besimtarët të qëndrojnë të palëkundur në besim dhe të përmbahen vlerave të krishtera.